Ulja e përqindjes së varfërisë në 21,5% nuk është reale, sepse enti shtetëror për statistik nuk i ka marrë parasysh të gjithë indikatorët gjatë matjes konsiderojnë nga platforma për luftimin e varfërisë, pas raportit të djeshëm të entit shtetëror për statistik. Sipas Bankës Botërore, qytetar ekstremisht i varfër konsiderohet ai që jeton me më pak se $2 në ditë. Nga platforma thonë se nëse merren parasysh edhe personat që pranojnë ndihmë sociale, del se këta qytetar ditën e kalojnë me më pak se $50 në xhep. Enti shtetëror për statistik nuk ka indikator për matjen e varfërisë ekstreme dhe varfërisë absolute. Kjo do të thotë se nuk kemi të dhëna se me sa para e kalojnë ditën këta qytetar të varfër. Nëse si shembull e marrim lartësinë e ndihmës sociale prej $5.470 për një familje 4 anëtarësh dhe këtë shumë e pjesën me të gjithë anëtarët, atëherë del se çdo njeri prej tyre ka vetëm nga $20 për të shpenzuar në ditë. Sipas evidencës së organizatave jo qeveritare që merren me këtë problematik, në Shkup ka mbi 300 persona që nuk kanë kulm mbi kokë dhe që nuk kanë kurfar të ardhurash. Për këta persona, shoqata qytetare Mirësia çdo të shtunë përgatit rreth 200 porcione që u shpërndan të varfërve në afërsi të shtëpisë Muze të Nën Terezës. Këtu mblidhen në rreth 120 deri në 150 njerëz që nuk janë në gjendje të sigurojnë ushqim. Kur përfundojmë me këta, shkojmë në lokacione të tjera në qytet për t'i vizituar të pastrehet që nuk mund të vinë këtu. Më shpesh ata jetojnë në objekte të braktisura, stacione autobusësh apo parqe. Raporti i entit shtetëror për statistik tregoi se shkalla më e lartë e varfërisë është tek më të rinjt, gjërgjësisht tek fëmijët deri në moshën 17 vjeçare, edhe atë 28,6%, ndërsa më e ulta tek më të rriturit, gjërgjësisht persona që janë mbi 65 vjet. Matjet e entit shtetëror për statistik treguan se në vitin 2015 në varfëri kanë jetuar 39,7% të papunësuarve, 8,9% të punësuarve dhe 7,3% të pensionistëve.